unë doja që të fokusohesha prap në një nga pjesët më të rëndësishme dhe më të errta të gjithë historisë e migracionit, që është viti i parë. Mallkuar qoftë dita, unë e thash, po, ne do shkojmë të jetojmë në Kanada. Që nga feministe thotë u ktheva nga dikush që më mban burri me lekë. Për momentin punë edhe gjumë, siç e ka Amerika. Aty ishte menaxher në Shqipëri, edhe këtu punon në ndërtim. Kam vënë re që shumica e personave që sidomos ato që janë në Amerikë vuajnë shumë të pjesën e ndryshimit të statusit. Të gjithë më thonë që po pse nuk flet me burrin. Nuk arrit dot të flas me të, sepse sa herë unë i them që okay, çfarë do bëjmë? O prap me këtë muhabet. Pastaj është edhe opinioni publik që erdhi kjo, nuk s'ja doli. Çfarë marrëdhënie kishe me Tiranën ti? Unë jam vetë në mes bllokut. 80% e shokëve të mi më kanë thënë ç'desh aty që ikën në Amerikë. Më dukej sikur asnjë nuk më kuptonte se ç'a doja unë. Nuk më ndihmonte askush. Çfarë është një moment që vërtet mund t'i thësh vetes që ç'a jam duke bërë këtu, dua të iki nesër. Nëse dikush më thotë që ardh me jote do jetë në Amerikë, unë vras vetë. S'ke qenë i lumtur në Shqipëri apo ishe thjesht kurioz? Dije si funksionon Shqipëria, pa mik nuk gjen punë. Thjesht te miku ti kanë vënë një emër referencë. Në të dy zetat, ti nuk ke më nerva t'ja nisësh gjuhës nga fillimi, shoqërisë nga fillimi. Do thënë maksimumi që mua më jep kënaqësi të kem ndonjë lekë që ta çoj në Shqipëri. Faji që shumë shqiptarë ndjejnë, një faj iracional për prindrit. Kam ikur vetëm për vajzën time, sepse nuk dua që një ditë kur ajo të rritet të më gjykojë. Kishe pritshmëri tjera për Amerikën? Siç e kishim parë për filma nuk ishte. Jeta është shumë e shkurtër, që ne ta kalojmë vetëm dhe ta kalojmë kaq të dëshpëruar. Nuk ka Amerikë të mirë, Amerikë keqe, ka vetëm Amerika jote, mendoj.